saj përket qëndrimit është i njëjti. Ligjin për qeverinë që është ligj banal, ligj i shkruar keq, ligj që u ka komplikuar situatën këtyneve. Prandaj sot i ftojmë të gjithë deputetët që të jenë në sallë për të votuar. I ftoj edhe kryesuesin e seancës që mos të bie në ndikimin e veprimeve apo manipulimeve partijake, por ta luaj rolin e tij si i parin mesin e të barabartëve, ashtu siç ja jep këtë rol rregulloria ku vendit, por edhe legjislacionin fuqi dhe ta hedhën në votim raportin i cili nuk i ka marrë votat herën e kaluar, sepse kështu ka qenë edhe skenari edhe në vazhdimin e kaluar dhe besoj që do të jetë edhe sot. Përsëri kryesuesi e ka ftuar një konsult jashtë kompetencave të tij, siç e ftoi edhe ditën para 2 ditësh, por megjithatë ne pikërisht për treguar që jemi të interesuar me hec për para dhe në asnjë mënyrë me pas vazhdim blokadës që po mundsohet dhe po bëhet e mundur nga ana e partisë që ka dalë para. Jemi në këto momente në takim konsultativ dhe po shpresojmë që në ora 12 hidhet në votim dhe të ecim tutje. A do të ndryshojë raporti? Është çështje e komisionit për diskutuar. Nuk besoj që mund ta jap një vlerësim të tillë cili do prej deputetëve që s'është antar i komisionit. A mund të presidenti Vjosa Osmani ta rregullojë situatën? A do ta votoni nëse janë prapë në kuvend? Po vetë sa e thash, saj përket qëndrimit është i njëjti. Qëndrimet tona e keni pa, kanë qenë të njëjta sepse realiteti është i njëjtë dhe unë besoj që tashmë secili e ka të qartë, pavarësisht qëndrimit që shpreh, që nuk është kushtetuese, nuk është ligjore me pas pozicion ekzekutiv edhe legislativ në njëjtën kohë. Pra nuk e lejon kushtetuta me qenë edhe ministër, ta zënë edhe deputet në njëjtën kohë. Kjo është evidente. Pastaj tjerat janë çështje të interpretimeve që po shkaktojnë vetëm një konfuzion ose një mregullnajt pa nevojshme. Ne jemi sot këtu përsëri, për herën e tretë, si deputet Partisë Demokratike të Kosovës për ta konstituuar kuvendin, për ta mundsuar ecjen tutje në afatet kushtetuese për themelin e qeverisë. Një koalicion. Zonja Axhiu po thotë që tashmë jemi krejt të dorëhequr dhe krejt jemi të dorëhequr dhe nuk ka asnjë pengesë. Nuk më merr mendja që i takon me dhonë interpretime dikush që ka qenë përgjegjëse për me shkruaj ligjin për qeverinë që është ligj banal, ligj i shkruar keq, ligj që u ka komplikuar situatën këtyneve. Pra nuk mund me marrë këshilla juridike për atyre që lidhe me këtë punë.